Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj mirëseardhjen në edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion, ku do të përcjellim ngjarjet dhe zhvillimet e ditës së sotme. Ndalemi fillimisht në titujt kryesor. Bashkimi Evropian reagon pas sulmeve të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha ndaj ambasadorit Silvio Gonzato në kuvent mbi projekt ligjin për barazinë gjinore. Berisha tha se ambasadori nuk mund të impononte bindjet e veta personale me një referencë të qartë ndaj orientimit seksual të diplomatit evropian. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos reagon dhe i kujton Berishës se barazia gjinore dhe mos diskriminimi janë pjesë integrale të ligjit Bashkimit Evropian dhe se çdo sulm ndaj tij është i papranueshëm. Reagon edhe kryeministri Rama, i cili kërkon falje për mënyrën se si ambasadori u përdor nga Berisha për qëllime të ulta. Siç edhe pritej, seanca plenare e kësaj të njëjtej është dominuar nga çështja Balluku disa ditë pasi zëvendës kryeministria u morë pandehur, ndërsa janë publikuar edhe detaje nga dosja e tunelit të Llogaras. Balluku mungoi dhe opozita kërkoi praninë e saj në seancë për të dhënë llogari mbi atë që ata e quajtën vjedhjet parave të shqiptarëve. Kreu i kontrollit të lartë të shtetit Arben Shehu konfirmoi sot gjatë raportimit në kuvent se procesi i auditimit vijon edhe për Bankers Petroleum dhe koncesionin e rrugës Tuman Kashar, për të cilën po heton edhe SPAK. Duke shprehur kritika, deputeti socialist Erion Braçe i përsëriti KLSH-s kërkesën për kryerjen një auditimi 25 vjeçar të marrëveshjes hidrokarbure me kompaninë Bankers për t'i kthyer buxhetit të shtetit detyrimet e mëdha që ajo i ka. Kryeministri Rama ka njoftuar rritje pagash për disa kategori në sektorin publik, që nga punojësit e shërbimit deri tek bluzat e bardha, punojësit e policisë dhe administrata publike. Skema e re vjen si reflektim i vendimit për rritjen e pagës minimale në 500 euro dhe indeksimit të përvitshëm në bazë të inflacionit. Avokatja e popullit Erinda Ballanca dhe dy komisionerët Ahmet Prençi dhe Besnik Dedja ishin sot në burgun e Durrësit për të takuar me kryebashkiankun Erion Veliaj. Takimi ishte pjesë e hetimit që avokatja ka nisur pas një ankese të Veliajt për masat e repta të sigurisë gjatë shoqërimit të tij, pak muaj më parë në një spital të qytetit të Durrësit, ku ai u nështrua një ekzaminimi. Ballanca duhej të takojë edhe me ish-ministrin Lefter Koka, i cili kishte bërë një kërkesë urgjente, por nuk u realizua pasi Koka për arsye shëndetësore ishte transferuar në spital. Të premten, Silvinho do të publikojë listën me futbollistët e grumbulluar për dy ndeshjet e fundit kualifikuese të kombëtares. Më 13 nëntor në Andorra dhe më 16 kundër Anglisë në Tiranë. Kuqezinjt kanë shanse të sigurojnë play-offin që më 13 nëntor kundër Andorrës. Trajneri ka marrë disa sinjale pozitive nga kuqezinjt në ditët e fundit, mes të cilëve edhe nga kumbulla. Rreth 50.000 fotografi, pjesë e koleksioneve të arkivit qendror shtetëror të filmit gjatë periudhës së Kino Studios Shqipëria e Re janë tashmë të digitalizuara dhe ruhen si pjesë e trashëgimisë tonë kulturore. Mes tyre është edhe një foto unike e Bekim Femiu gjatë vizitës në Shqipëri në vitin 1972 dhe fotoja e Nikita Hrushovit gjatë vizitës në Shqipërinë komuniste. Në ditën e sotme zhvillon punimet në seancë plenare e Kuvendi i Shqipërisë, ka patur debate dhe diskutime të shumta nga ana e ligjvënësve, si të majorancës ashtu edhe opozitës, për çështje që kanë ndezur edhe tonet mes njëri tjetrit. Por për të mësuar më shumë në këtë moment, ndërkohë që pamit i kemi të drejtë për drejta nga diskutimi i cili vijon edhe në këto momente që flasim, punimet i kanë ndjekur që prej fillimit kolegja Esiona Ekonomi, të cilën do ta kemi në këtë momente për një raportim të drejtë për drejtë nga ambientet jashtë parlamentit. Esiona, mirëmbrëma, ku është përqendruar diskutimi në këtë momente që flasim?
Aktualisht është duke raportuar institucioni i fundit që ka sot për të bërë raportimin vjetor, pikërisht Autoriteti për hapjen e dosjeve të komunizmit, ndërsa ky do të jetë raportimi i fundit për të vazhduar tek çështja më e ndjeshme, ligji për barazinë gjinore, i cili sot ka dominuar jetën parlamentare, pavarësisht se çështja Balluku ka qenë një çështje që zuri një peshë të konsiderueshme. Në fakt, ligji për barazinë gjinore prodhoi edhe debate që përfshin jo vetëm Tiranën, por edhe Brukselin. Këtu në parlament, kreu demokrat Sali Berisha akuzoi ambasadorin Gonzato të Bashkimit Evropian se po përpiqet që agjendën e tij personale ta imponojë në Shqipëri duke miratruar një ligj për barazinë gjinore që sipas zotit Berisha krijon mundësinë për gjini të tjera veç gjinive klasike burrë dhe grua. Zoti Berisha, gjatë komunikimit me gazetarët, ka bërë edhe disa shpjegime për jetën private seksuale të ambasadorit, çfarë ka sjell edhe reagimin e Marta Kos, komisioneres për zgjerim të Bashkimit Evropian, që ka kërkuar distancim ndaj fyerjeve që janë bërë ambasadorit, duke thënë se mos diskriminimi është një agjendë e Bashkimit Evropian dhe jo një agjendë personale e ndonjë ambasadori. Pas kësaj ka ardhur dhe reagimi i kryeministit Rama, që gjithashtu ka kërkuar ndjes për sjelljen e Sali Berishës. Ndërkohë që tani që po flasim, para pak sekondash në parlament Tauland Balla ka kërkuar 30 ditë përjashtim për Sali Berishën, pasi sipas socialistëve Berisha me deklarimet për jetën private personale të ambasadorit të Bashkimit Evropian ka përdorur gjuhë fyese dhe denigruese. Do të shohim cili do të jetë vendimi i parlamentit nesër ose të ardhmen për këtë kërkesë për përjashtimin e Sali Berishës. Ndërkohë që çështja thash, çështja Balluku gjithashtu ka qenë një çështje e ndjeshme në parlament, me debate nga ana e opozitës, me mungesën e zonjës Balluku gjatë gjithë seancës së sotme dhe me refuzimin e socialistëve për të bërë një interpelancë me zonjën Balluku, duke e quajtur të një histori të drejtësisë që parlamentin nuk duhet ndërhyjë. Si është parashikuar më pas sesiona të vijojë rendi i ditës në këtë seancë plenare? Pasi të mbaroj raportimi i institucionit të fundit, pra Autoriteti për hapjen e dosjeve të komunizmit, do të vazhdohet në debatin për ligjin për barazinë gjinore. Aktualisht janë rikthyer në parlament edhe opozita, edhe Sali Berisha që kishte ikur për disa orë pushim dhe shumë eksponentë të Partisë Socialiste, pasi është një ligj me ndjeshmëri të lartë, ku Partia Demokratike mendon që ky ligj prish familje tradicionale shqiptare, gjini klasike burrë dhe grua, dhe me socialistët që thonë që ky ligj është vetëm për diskriminimin, nuk krijon gjini të reja, vetëm se jep mundësi të kenë përkatësi të shumë fishta ata njerëz që përveç gjinis mund të kenë dhe një prejardhje fetare, mund të kenë një kategorizim etnik ose minoritar. Pra kjo është gjithë përfshirja sipas Partisë Socialiste, është të jesh burr ose grua dhe përveç se burr ose grua, gjithashtu të kesh karakteristika sociale, të jesh e varfër, të jesh minoritare, të jesh e papunë, të jesh një viktime, një përdhunimi. Pra, këto janë element që shpjegon sipas PS-s mos diskriminimin. Në fund është parashikuar një 2 orë gjysmë debat për shkarkimin e presidentit të Republikës Bajram Beke, kërkuar nga opozita, refuzuar nga majoranca. A do të kenë fuqi që në fund të kësaj ose në këtë mesnat ti bëjmë vërtet 2 orë gjysmë debat për një çështje që e din si e ka fundin, do ta shohim, por ky është parashikimi. Ligji për barazinë gjinore, në fund shkarkimi i presidentit dhe votimi i të gjitha çështjeve që janë rëndite. Faleminderit Elsiona për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Kuvendi i Shqipërisë, ishi me kolegen Elsiona Ekonomi. E ndërsa ne do ndjekim pikërisht atë se çfarë ka ndodhur sot në sallën e Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me debatet për projekt ligjin për barazinë gjinore, ku demokratët e kundërshtuan atë si kundër familjes, e ndërsa Sali Berisha sulmoi ambasadorin Silvio Gonzato se po imponon bindjet e veta personale shoqërisë shqiptare. Por Tauland Balla sqaroi duke thënë se përkatësia shumë fisht është term social që lidhet me ligjin e diskriminimit, pasi gjenit mbeten vetëm 2, burrë dhe grua. Një ligj kryekput ideologjik, i cili bazohet absolutisht në përmbysjen e rendit gjinor, binar. Ambasadorit Bashkimit Evropian i them kaqur, përpjekjet tuaja për të imponuar shoqërisë shqiptare standarde të përkatësisë së shumëfisht gjinore. Ne respektojmë orientimin seksual të gjithsecilit, por ne nuk përmbysim shoqërinë. Kur për këtë? E dënoi ashpër sulmin kundrejt ambasadorit të Bashkimit Evropian. Gjithçka që dëgjuat nuk i referohet ligjit për cilin votohet sot. I referohet ligjit për antidiskriminimin i votuar në vitin 2010. Mere lexoje ligjin. Dhe e keni votuar në 2010 me firmën e Sali Berishës. Në ligj sankcionohet qartë si gjini
në Republikën e Shqipërisë ka vetëm burra dhe ka vetëm gra. Përkatësia e shumëfisht është kur unë jam një vajzë e dhunuar, e abuzuar seksualisht, jam një vajzë rome, jam një vajzë që jetoj në një lagje periferike dhe përkatësia e shumëfisht e imja është që më kanë rënë mbi supet e familjes time të gjitha këto halle. Të papranueshëm e konsideron Komisionera për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos sulmin që Sali Berisha i bëri nga kuvendi ambasadori Silvio Gonzato në lidhje me orientimin e tij seksual. Barazia gjinore dhe mos diskriminimi janë pjesë integrale e ligjit Bashkimit Evropian, përputhja me të është pjesë e procesit të pranimit në BE. Kjo nuk është një kërkesë private e ambasadorit, çdo sulm ndaj tij është i papranueshëm, thot Komisionera Kos. Pastaj reagoi edhe kryeministri Edi Rama që kërkon ndjes për fyerjen që i është bërë ambasadorit, teksa shton se ligji i barazisë ligjore është plotësisht i parafruar me parimet e Bashkimit Evropian. E ndërsa Kuvendi i Shqipërisë po shqyrton projekt ligjin për barazinë gjinore, përpara godinës është zhvilluar protesta pro familjes ku kundërshtoi nismën duke e cilësuar si kërcënim për familjen tradicionale. Edhe përfaqësues të komuniteteve fetare janë shprehur kundër ligjit duke kërkuar përgjegjësi morale nga deputetët. Protestuesit me pankarta në duar ku shkruhej: jo gjinorizimit të fëmijëve dhe ka vetëm dy gjini, mashkull e femër. Kundërshtojnë projekt ligjin duke e cilësuar atë si një kërcënim për familjen tradicionale. Është një mend i cili synon ideologjizimin gjinor nëpërmjet edukimit në të gjithë zinxhirin, hallkat e zinxhirit para universitar, që nga shkollat e mesme deri në kopësht. Organizata LGBT do të shkojë do t'i thonë djemve, mbase jeni vajza, të lindura në trupa të gabuar, një gjini fluide, madje janë siguruar që të përdorin terma gjithëpërfshirëse, e ndërthurur dhe përzier. Unë po ju them që nuk ekziston asgjë për te burrit dhe gruas. Pavarësisht disa ndryshimeve në nenin 4 që mazhoranca thot se qartëson gjinin si burr dhe grua, sipas organizatorëve të koalicionit për familjes dhe jetës, projekt ligji krijon hapësira për abuzime dhe bie ndesh me familjen tradicionale shqiptare. Ata paralajmëruan sërish protesta. Në të njëjtën linjë, kundërshtie janë shprehur edhe përfaqësues të komuniteteve fetare. Myftyi i Shkodrës Muhamet Syrtari dhe arqipeshkvi i Shkodrës Giovanni Peragine, gjatë një takimi për 35 vjetorin e lirisë së besimit, u shprehën të unifikuar kundër ligjit për barazinë gjinore. Pavarësisht integrimi nuk do të thotë që ne do të humbim traditat tonë. Atëherë populli shqiptar ka një traditë për sa i përket vlere familjes, për sa i përket edhe respekt për njeriu që është mashkull dhe femër. Edhe myftyi i Vlorës Adrit Hoxhallaku ka bërë thirrje deputetëve që të votojnë me ndërgjegjje morale dhe të mos marrin vendime që bien ndesh me vlerat fetare dhe shoqërore të vendit. E ndërkohë çështja Balluku dominoi në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë. Partia Demokratike kërkoi prezencën e zëvendës kryeministres në sallë për të dhënë llogari mbi hetimin për tunelin e Llogaras përmes një interpelance, por socialistët refuzuan duke thënë se çështja është në duart e SPAK dhe Kuvendi nuk mund t'i vendoset punës së drejtësisë. Mirdita, hapim seancën plenare. Numri 2 i qeverisë Belinda Balluku mungoi në seancën plenare të kësaj të njëjtëje, por emri i saj dominoi në pjesën më të madhe të debatit parlamentar. Opozita kishte shkuar e përgatitur. Disa pankarta që shigjetonin zëvendës kryeministren, tashmë e pandehur nga SPAK për tunelin e Llogaras, u shfaqën në seancë. Hape kohën. Që në nisje të saj u kërkua prezenca e Ballukut për të dhënë llogari mbi paratë e vjedhura të shqiptarëve, tha deputetja Ina Zhupa. Ku e keni ju sot zëvendës kryeministren e Shqipërisë, drejtuese politike të 10 qarqeve? Pse nuk e keni këtu të japi llogari shqiptarëve se ku janë paratë e tyre? Këto paratë e buxhetit shtetit? Halli dihet sepse nëse zonja Balluku vjen në sallë, gjë e parë që do pyetet është kush është personi ... Kush është që kërcënon atë? Për përballjen e shumë kërkuar, opozita duket se do të presë gjatë. Kryeparlamentari Niko Peleshi sqaroi mbrojtjen e socialistëve, duke thënë se përsa kohë çështja është në duart e SPAK,
kuvendi nuk do t'i mbivendoset punës drejtësisë. Ajo lidhet me një çështje aktualisht në hetim nga prokuroria e posaçme. Në këto kushte ndryrja e kuvendit përmes zhvillimit të interpelance që binte ndesh me parimet e pavarësisë së organit të akuzës dhe me ndalimin e çdo ndikimi në proceset hetimore, vlerësoj se zhvillimi i interpelancës urgjente të kërkuar është i pamundur për të realizuar. Nuk mungoi as ky lapsus i kryeparlamentarit. Për procedurë zoti Balluku, Këlliçi. Nxitur ndoshta edhe nga përplasja e brendshme në PD me Sali Berishën që pak ditë më parë deklaroi se protestat që u thoqi deputeti i tij kundër Erion Veliajt kishin patur mbështetjen e Belinda Ballukut. Pas sqarimit të Peleshit, socialistët nuk e mbrojtën me zë numrin 2 të qeverisë, por me votë, duke ngritur kartonët e kuq dhe duke rrëzuar kërkesën e opozitës për interpelancë me Ballukun. 50 kundër, kërkesa nuk miratohet. Të gjithë do të bashkoheni te këto pranga. Kaq do të mjaftonte që kreu i demokratëve Sali Berisha të përsëriste nga obori i parlamentit se për shkak të çështjes Balluku, shpejt do të nisë tina e protestave. I lexoni ato mesazhe të Lumi Ballukut. Në tendra është 50 milion, kurse në realitet është 19 milion në total. Dhe ne do jemi tek kryeministria për këtë. Krahas Ballukut në kuvend opozitës ju refuzua edhe kërkesa për mocion me debat për onkologjikun. Në një fjalim shumë të shkurtër, i pari në kuvend i saj, ministri e Shëndetësisë Evis Sala foli për masat që po merren. Në projekt buxhetin e vitit 2026, vetëm për banat onkologjike është akorduar buxhet i dedikuar prej 1 miliard lekësh. Kjo është një risi. Për të vijuar me zhvillimet e kuvendit, deputetja e Partisë Socialiste Zigjinet Çaushi ka akuzuar drejt për drejt deputetin demokrat Kleviz Balliun dhe familjarët e tij Atim Fari Balliu dhe tezen Blerina Agolli si përfitues të fondeve publike në kohën kur në pushtet ishte Partia Demokratike me Sali Berishën kryeministër. Përmes një kompanie që falimentoi në vitin 2014, thot deputetja, familja Balliu përfitoi një sër tendërësh për ndërtim rrugësh. E si mund të dali këtu një bukurosh si ky që sa po foli, e të na flasi për administratën. Ti je i fundit që mund të dalësh këtu e të flasësh për infrastrukturën. Ti vjen nga një familje hajdutësh. Në 2007, sa po u sistemuat në këto karrige të mazhorancës, të uritur për pushtet e për lek, yt at i pari, bashkë me tezen tuaj Blegina Agolli, hapin një shoqëri që kishte një fat të ndritur, të mirëte të gjithë fondet e qeverisë, sepse ishte sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Kulturës, Sportit dhe Rinisë. E filloj me mbikalimin e Tiranës, e për të filluar me aksin Leva në Vlorë, e pastaj me më të bukurin aks Fratar të Pelenj që nuk e bëri kur, dhe në fund fare me Tecin e Vlorës. Në 2014, bashkë me karrige tuaja, iku edhe shoqëria, shoqata që kishte krijuar tezja e Klevisit me austriakët. Emri ishte shumë i bukur, më falë se harrova ta thoja. Alpin Bau. Përplasje në kuvend patje dhe pas prezentimit raportit të kontrollit të lartë të shtetit. Opozita kritikoi mungesën e ministrave për llogaridhënien, ndërsa kërkoi auditim nga KLSH të kontratave koncesionare. Kritika pati edhe nga radhët e socialistëve, deputeti Erion Braçe tha se fondi i sigurimeve të kujdesit shëndetësor duhet të shkrihet dhe se bankersit duhet i bëhet auditim 25 vjeçar. Puna një vjeçare e kontrollit të lartë të shtetit u analizua mes debateve në seancën plenare. 13 kallëzime penale për shkeljet e gjetura dhe 197 auditimet e bëra gjatë 2024 janë të pamjaftueshme për mazhorancën. Ende mbetet i ulët niveli zbatimit të rekomandimeve të KLSH-s, pasi rezulton se vetëm rreth 60% e subjekteve të audituara kanë raportuar për efektshmërinë e rekomandimeve të dhëna. Nga ana tjetër, opozita kërkoi auditim për kontratat koncesionare për të cilat tashmë ka edhe hetime nga drejtësia, si tuneli Llogaras.
Me tunelin e Llogaras ikim 50 milion euro me një të rënd lapsit dhe këtu nuk ka llogari. Zoti kryetari i kontrollit lartë shtetit, është prioritet kontrolli i... Por kreu i KLSH-s u përgjigj duke thënë se në proces auditimi janë 3 kontrata të tjera. Institucioni i kontrollit lartë shtetit është në proces auditues për Bankers, Petroleum, rrugën Thuman Kashar dhe anijet energjetike në Vlorë. Nga auditimi 25 vjeçar për Bankers Petroleum, tek analiza e thelluar për koncesionet në shëndetësi, e deri tek shkrirja e fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, këto ishin kërkesat e socialistit Erion Braçe. Gjetjet e kontrollit lartë shtetit janë të rëndësishme sa i takon FSDKSH-s, një institucion që unë mendoj i ka ardhur koha të shëmbet dhe të ndërtohet nga e para. Janë paguar ilaçe të rimbursueshme për njerëz të vdekur. Është një koncesion ai hemodializës që ka brenda saj edhe një trajektore, jo gjaku, po parash, që shkojnë nga një dorë në një dorë tjetër, si transferim aksionesh. Kontrolli lartë i shtetit ta auditoi plotësisht kontratat e partnerit publik-privat në sektorin e shëndetësisë. Është kompania Bankers Petroleum. Auditim 25 vjeçar të marrëveshjes hidrokarbure. Kuvendi i ka lënë 7 detyra kontrollit të lartë të shtetit nga auditimi i koncesioneve që janë drejt përfundimit e deri tek vlerësimi i dëmit ekonomik që vjen nga institucionet qendrore e vendore apo shoqëritë publike. Ndërkohë, Kuvendi ka dhënë dritën jeshile miratimit të 5 anëtarëve të Komisionit Rregullator, duke përsëritur votimin pasi seancën e kaluar nuk u arritën 84 votat minimale që nevojiteshin për çdo anëtar. Partia Demokratike dhe ajo Socialiste bashkuan kartonët për Iliriana Nanon, e cila me 116 vota pro do të vijojë të jetë kryetare e organit që miraton aktet në ligjore në KQZ. Rikonfirmojnë antar për një tjetër mandat Dritan Çaka dhe Helga Vukaj, përkatësisht me propozim të PS-s dhe PD-s, ndërsa rikthehet në institucionin e zgjedhjeve Bledar Skënderi. Me propozim të Partisë Demokratike rikthehet edhe ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani. Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se do të ketë rritje pagash në disa kategori në sektorin publik, që nga punojësit e shërbimit e deri tek bluzat e bardha, punojësit e policisë dhe administrata publike. Skema e re vjen si reflektimi rritjes pagës minimale në 500 euro dhe indeksimit përvitshëm që do të ndodhë. Ka një tjetër lajm shumë të mirë në projekt buxhetin 2026. Nga 2026, administrata publike qoftë në nivel vendor apo qendror, për herë të parë do të ketë indeksim të përvitshëm të pagave. Kryeministri Rama thotë se do të afektohen të gjitha kategoritë, ndërsa rritja e pagës minimale në 500 euro do të reflektojë ndjeshëm sipas tij tek paga mujore. 10.600 punonjës shërbimi, sanitare, shofer, teknik, protokollist, arkivist, magazinier, do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lek të reja në muaj. Për specialistët e administratës publike, rritja do të jetë 5.000 lek të reja. Mësuesit do të përfitojnë pagë 3.000 lek të reja më shumë në muaj. Rritja si pasojë e kësaj skeme të re, pra reflektimi që sjell rritja e pagës minimale dhe indeksimi i përvitshëm, do të përfitojnë edhe bluzat e bardha. Përveç indeksimit vjetor, do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë, që do të thotë si mesatare për mjekët e përgjithshëm nga 131.700 lek në 143.500 lek të reja në muaj, për mjekët në spitale nga 174.000 lek në 186.000 lek të reja në muaj, për infermierët nga 87.000 lek në 92.500 lek në muaj. Edhe punonjësit e policisë janë tashmë në skemën e re të qeverisë. Për një punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet, sipas gradave, pagat rriten si më poshtë. Për inspektorët e thjesht, nga 80.500 lek të reja në 84.500 lek të reja, plus shtesa për kushtet e punës dhe ushqimit, që e çon pagën mesatarisht në 100.000 lek të reja.
Për nënkomisarët, paga do të rritet nga 95.500 në 101.000 lekë të reja. Për komisarët nga 105.000 në 110.600 dhe për drejtuesit e thjesht nga 130.500 paga do të shkojnë 141.450 lekë të reja. Një ditë më parë, Kryeministri Rama njoftoi edhe rritjen e pensioneve të detajuar në buxhetin e vitit 2026. Avokatja e popullit Irina Balanca dhe dy komisionerët Ahmet Prençi dhe Besnik Dedja ishin sot në burgun e Durrësit për të takuar me kryebashkiakun Erion Veliaj. Takimi ishte pjesë e hetimit që avokatja ka nisur pas një ankese të Veliajt për masat e rrepta të sigurisë gjatë shoqërimit të tij pak muaj më parë në një spital të qytetit të Durrësit ku ai u nënshtrua një ekzaminimi. Balanca duhet të takojë edhe me ish-ministrin Lefter Koka, i cili kishte bërë një kërkesë urgjente, por nuk u realizua pasi Koka për arsye shëndetësore ishte transferuar në spital. Avokatja e popullit Erinda Balanca dhe dy komisionerët Ahmet Prençi dhe Besnik Dedja vizituan sot në ambientet e burgut të Durrësit kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, i cili ndodhet në qeliqe prej muajit shkurt. Pak muaj më parë, pas disa denoncimeve publike se Veliaj dhe Meta po mbaheshin në kushtet e për të këqija në qeli, avokati i popullit nisi kryesisht një verifikim. Në kuadër të tij, komisioneri Ahmet Prençi vizitoi në burgun e Durrësit kryebashkiakun Veliaj, i cili kishte paraqitur një ankesë për masat ekstreme të sigurisë që u zbatuan gjatë shoqërimit të tij për në një spital të Durrësit, ku ai u nënshtrua një ekzaminimi periodik. Në atë rast transferimi i tij për në spital ishte kryer nga djetra forca policie, ndërsa disa prej tyre qëndruan të pranishëm në dhomën e mjekut edhe gjatë kohës që ai kryente ekzaminimet mjekësore. Ndërkohë, mësohet se pranë avokatit të popullit kishte mbritur edhe një ankesë avokatëve të huaj të Veliajt, të cilët ngrinin shqetësimin se atyre nuk u ishte lejuar të takonin klientit e tyre. Takimi i sotëm ishte pjesë e procedurës hetimore të hapur për këto ankesa. Avokatja e popullit kishte parashikuar edhe një takim me ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka pas një kërkese urgjente të paraqitur nga ky i fundit, por takimi nuk u realizua pasi Koka për arsye shëndetësore ishte transferuar në spital. Kompetencat e avokatit të popullit janë të kufizuara vetëm në çështjet e të drejtave të njerëzit, për ankesa që lidhen me trajtimin e të burgosurve dhe me çështje procedurale që lidhen me administrimin e drejtësisë. U rikthyem edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion, ndërsa në këtë moment do t'i referohemi lajmeve nga Kronika. Avokati Vlonjat Delo Meçani po hetohet me mas siguri arrest në shtëpi pasi përvetsoi paratë e dy klientëve. Sipas prokurorisë, avokati ka marrë 192.000 euro nga përmarruesi, por nuk i ka kaluar në llogaritë e dy personave të mbrojtur prej tij në gjykatë. Dhe jo vetëm kaq, por një pjesë të parave i përdori edhe për të blerë shtëpi. Prokuroria e Vlorës ka vënë në akuzë avokatin Delo Meçani, i cili dyshohet se ka përvetësuar shuma të mëdha parash nga klientët e tij. Një nga rastet e mashtrimit përfshin Sefedin Selmanajn, ish-punonjës në aeroportin e Vlorës, i cili fitoi një gjyq kundër kompanisë që po ndërton aeroportin dhe përfitoi dëmshpërblim për pagat e papaguara. Megjithatë, Selmanaj nuk ka marrë ende paratë që i takojnë, pasi ato u përvetësuan padrejtësisht nga avokati mbrojtës. Sipas hetimeve, Meçani ka përdorur të njëjtën skemë mashtrimi edhe ndaj një tjetër qytetari me iniciale BE. Hetimet e prokurorisë tregojnë se vlera totale që avokati u ka vjedhur klientëve arrin në rreth 192.000 euro. Nga analiza e lëvizjeve bankare, prokuroria ka konstatuar se menjëherë pas kalimit të shumave nga përmbaruesi në llogarinë e avokatit, ai ka transferuar 20.000 euro në llogarinë e një tjetër shtetasi me iniciale EA me përshkrim këst për blerjen e një apartamenti. Kjo ka ngritur dyshime të arsyeshme se Meçani ka konsumuar 3 vepra penale: mashtrim me pasoja të rënda, falsifikim dokumentesh dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Hetimet ndaj tij nisën në nëntor të vitit 2024 pas kallëzimeve me shkrim të dy qytetarëve. Prokuroria kërkoi masën e sigurisë arrest me burg, por gjykata e Vlorës vendosi arrest në shtëpi për avokatin. Vendimi u shpall një ditë më parë dhe u ekzekutua këtë të enjte. Ndërkohë, dy qytetarët që paditën avokatin ende presin të marrin dëmshpërblimet e tyre. Në gjykatën e posaçme vijon gjyqi Plumbiart në fazën e dëshmive për vrasjet e Nënebir Fatmira dhe Elvis Dedja në Durrës dhe në këtë seancë dëshmoi një prej të pandehurve Agim Gjini.
Ai deklaroi se kishte punuar furnitor në karburantin që kishin Festim Qoli, Nakusi, porositës i 2 vrasjeve dhe Elvis Dedja. Sipas tij, Qoli dhe Dedja kishin hatur mbetje për një vajzë. Ai tha se Fatmira Dedja është përkujdesur për djemt dhe se nuk ka dieni se kush mund ta ketë vrarë. Gjini tregon se është takuar me Festimin pas vrasjes së Elvisit dhe se ai kishte frikë se mos e vrisnin. Në gjyq dëshmoi edhe mjeku që ndihmoi Nuredin Dumanin pas plagosjes tek Tesa e Cerikut. Sipas tij, dikush i panjohur e mori në telefon. Drejt vendit ku qëndronte Dumani e shoqëroi një person që çalonte dhe sa atje ndodhej edhe një vajzë. Rrugës i kërkuan që të mos fliste me askënd për atë që do të shihte, por sipas tij nuk ja merrte mendja se personi plagosur ishte Nuredin Dumani, personi kyç që zbardhi me 10 ngjarje kriminale më pas. Të tjera informacione nga kronika janë përmbledhur nga kolegët tanë në një blok lajme shkurt. E ndjekim. Një punonjës i policisë rrugore, pjesë e shërbimit të trafikut urban, u arrestua për korrupsion pasiv. Ai akuzohet se mori 60.000 lekë nga një qytetar, të cilit i premtoi se do t'i nxirrte mjetin nga pika e bllokimit, si dhe nuk do t'i vendosej masë administrative. Hetimi vijon nga SPAK. Policia arrestoi autorin e dyshuar të plagosjes së një 24 vjeçari në zonën e Bathores të Mërkurën. 24 vjeçari ende nuk ka treguar se ku e ka fshehur armën me të cilën plagosi një bashkëmoshatar, që ndodhet tashmë jashtë rrezikut për jetën. Kapet në Fushmilot Hashim Lama, një 28 vjeçari dënuar nga gjykata e posaçme me 5 vjet e 4 muaj burgim, si pjesëtar e një grupi kriminal që kultivonte bim narkotike. Ai ishte shpallur në kërkim pas vendimit të gjykatës së shkallës së parë për korrupsion dhe krim organizuar. Një 30 vjeçare po jetohet në gjendje të lirë pasi dyshohet se mashtronte në rrjetet sociale mbi përbërjen dhe efektet e një kremi që prodhonte në një banesë të marrë me qira në fshatin Bilç. Policia e Beratit sekuestroi sasi të këtij kremi që e reja reklamonte se kishin efekte shëruese mbi sëmundje të lëkurës. Produkti shitej brenda dhe jashtë vendit nëpërmjet shërbimit postar privat, duke fshehur të ardhurat e përfituara nga ky aktivitet ekonomik. Operacioni policor kompleks çoi në arrestimin e Kadri Kallmit, 41 vjeç, dhe Konstantino Ziut, 27 vjeç. Policia gjeti në lokalin e Kallmit në fshatin Drenovic një armë zjarri, sasi kanabisi, një peshore elektronike dhe 30 fishek luftarak. Në banesën e Konstantino Ziut, i cili ndodhe në masën arrest në shtëpi për shitje narkotikësh, u gjet një sasi tjetër kanabisi. Kryeministri Rama nderoi me medaljen e yllit mirënjohjes publike rektorin e Universitetit Boku në Vjenë. Mirënjohja shkon për kontributin që rektori Hazenauer ka dhënë në transformimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës sipas modelit austriak pas marrëveshjes mes dy universiteteve. Me yllin e mirënjohjes publike nderoi kryeministri Rama rektorin e Universitetit të Bokus në Vjenë për kontributin e dhënë në transformimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, sipas modelit austriak dhe njësimit të diplomave me Bokun. Fal kontributit tuaj i dashur profesor, Universitetit Bujqësor i ka rilindur ambicia, i ka rilindur dëshira dhe pasioni, dhe me gjitha i ka rilindur besimi. Besimi që mbështetet tek një trup akademike e cila individualisht i ka të gjitha vlerat e nevojshme, por kolektivisht e kishte jashtëzakonisht vështirë. Ndërsa Hubert Hazenauer vlerësoi bashkëpunimin me qeverinë. Kur takova kryeministrin dhe rektorin në qershor 2021 në Boku, nuk e pata iden se çfarë rrugtimi do vijonim, por ishte e qartë se ju të gjithë kishit vizion të madh për brezat e ardhshëm. Gjatë karrierës time kam takuar individ dhe menjëherë di të dallojnë nëse njerëzit janë serioz. E kuptova se e kishit më të vërtet. Unë sot me kënaqësi mund të them se ne ja kemi dalë. Me rektorin, kreu i qeverisë nuk i kurseu batutat. Për ne ka dalë nami që jemi pak të dhunshëm, po aty ku ne meritojmë të quhemi tillë është që ne kur të duam profesor të duam pa kushte dhe të duam dhe me pahir bile. Ndërsa në fund, për të treguar mirënjohje ndaj tij, i premtoi një pasaport shqiptare.
Edhe një gjë tjetër duhet përgatitesh i dashur Bert, që do të vi pa të marrë leje, pasaporta shqiptare, se ti nuk do ikësh nga kjo botë si austriak, po do ikësh si austriak dhe si shqiptar. Në qendër të Shkodrës, policia bashkiake ka ndërhyrë duke hequr një tabel të vendosur nga Myftinia, e cila mbante një mesazh kundër grabitjes së pronave. Kush grabit pa drejtësisht, qoftë edhe një pëllëm tokë në ditën e Kiametit, Allahu ka për t'i varur në qafë 7 palë tokë. Ky ishte mesazhi vendosur në tabel që duket se nuk i ka pëlqyer zyrtarëve lokal. Ndërhyrja është bërë me argumente se tabela ishte vendosur pa leje në hapësirë publike. Përfaqësues të Myftinisë, të cilët debatuan me punonësit e bashkisë, thanë se nuk janë njoftuar zyrtarisht me shkresë për heqjen e tabelës. Mesazhi vendosur nga Myftinia lidhet me debatin për ndërtimin e kullës 35-4 Sheruzafa, ku komuniteti musliman pretendon pronësinë e tokës. Prodhimi i ulët i ullirit këtë vit po shtrejton çmimin e vajit, fermerët nga Elbasani thonë se çmimi i shumicës ka arritur deri në 900 lekë për litër. Sipas së bujqve, prodhimi po ulet prej ndryshimeve klimatike, ndërkohë që ankohen për mungesën e fuqisë punëtore. Vaji i ullirit ka shkuar me 800 deri 900 lekë për litër. Shkak i rritjes së çmimit është prodhimi i pakët i ullinjve këtë sezon. Fermerët e Shushicës në Elbasan pranojnë se ky vit ka pasur më pak prodhim krahasuar edhe me një vit më parë. Kjo ndodh se vetë klimës, si vit ka qenë temperaturë e lartë dhe e thau, po thosh, kokrën e ullit, mbas qiut e rriti kokrën, por prapë se para vaj nuk e ka se ka pas para 2 vjetësh. Më pak ka. Kurse ky vit edhe tutja pa qenë më mirë, sepse se i prishi prilli. Shtin e prillit, i ngrica, diçka e tillë, pastaj edhe lagështia, bërit efekte pati punë, që nuk ka dha shumë prodhim si vjet. Kushtet klimaterike në kohën e lulëzimit, por edhe ciklin biologjik të kulturës së ullirit kanë ndikuar në rënien e rendimentit. Megjithatë, vaji është cilësor. Shqetësim për fermerët është edhe mungesa e fuqisë punëtore. Sipas tyre, puna sezonale në bujqësi refuzohet, ndërsa tregu i shitjes nuk paraqet qëndrueshmëri. Fuqi punëtore nuk ka. Tani me 25, me 20, bën disa që kanë ngela dhe disa çuna, 3-4 çuna, edhe gravin vin vjelin. Po e përgjithshme është që ne do t'i lëmë ullin pa prerë, pa krasit dhe pa vjel. Qofse nuk do krijohet në grup pune. Pas kemi në fuqi punëtore veti bëjmë. Sigur shërinjeri më këtu, më shëriku. Kam çunat unë një malësinjë, në një televizin nuk rrinë. Që të bëjmë? Të mbjedhësh në detrysh. Në fabrikat e prodhimit të vajit të ullirit ka nisur tashmë puna, ndërsa vetë administratorët e tyre e cilësojnë cilësinë e vajit të lartë. Çmimi i shumicës është 100 lekë më shumë se vitin e kaluar. Elbasani në rang qarku prodhon mesatarisht 117.000 ton ullinj në vit. Rreth 50.000 fotografi të ndryshme pjesë e koleksioneve të Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit gjatë periudhës së Kino Studios Shqipëria e Re janë tashmë të digjitalizuara dhe ruhen si pjesë e trashëgimisë son kulturore. Pjesë të koleksioneve fotografike dhe grafike të fondit të Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit. Së fundmi janë inventarizuar dhe digitalizuar, duke siguruar kështu një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë sona audiovizive dhe filmike. Mes qindra fotografive gjenden ato të inaugurimit të Kino Studios në vitin 1952, foto nga filmi Në pyjet me Borka Jeti vitit 1978, një foto unike në 35 mm e Bekim Femiut gjatë vizitës në Shqipëri në 1972, foto e Nikita Hrushov gjatë vizitës në Shqipërinë komuniste, e të tjerë. Dhjetra nga këto imazhe janë prezantuar nga specialisti i Arkivit Erion Tusha në kineman që mori emrin Drita në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit. Në këtë koleksion janë të përfshira foto negativ, koleksione nga afishe të filmit artistik, afishe film vizatimor, afishe nga filmi dokumentar po ashtu, por gjithashtu kemi edhe foto negativ nga evente të ndryshme që ndodhin në atë periudhë, kryesisht nga festivalet e para të filmit shqiptar.
Mes 50.000 fotografive unike, një pjesë e rëndësishme e koleksionit përbëhet nga kinoprovat, ku shihen aktor të njohur shqiptar në hapat e tyre të parë, si aktori Ayuth Kamujo, e cila mori pjesë në kinoprovat e filmit I Teti në Bronc. Koleksioni më I madh që kemi në dispozicion janë nga kinoprovat. Digitalizimi ka përfshirë gjithashtu dhe filmin artistik, duke filluar që me filmin e parë, Skënderbeu duke përfunduar me filmin e fundit, Vdekja e Kalit. Në arkiv ruhen rreth 6.600 tituj filmash shqiptare të huaj që kanë qarkulluar në vend deri në fund të regjimit komunist. Sipas Erion Tushës, deri tani janë restauruar 20 filma gjatë 13 viteve, ndërsa puna vazhdon me digitalizimin e koleksioneve të këshillave artistik dhe në fazën e ardhshme, partiturave muzikore të filmave. Ishte gjithçka që Departamenti I Informacionit kishte përgatitur për edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion. Mos u largoni nga ne, më njëherë pas pak vjen Marcela Karapanço me Frontline. Shikim të këndshëm bashkë me Upashë.